kemi thënë ato që duam të bëjmë, kemi bërë ato që kemi thënë, nuk na ka dalë gjithmonë që t'i bëjmë gjërat në kohën kur kemi dashur t'i bëjmë, sepse është e pamundur që çdo plan dhe çdo projekt dhe çdo ambicie të realizohet në afat, sepse jeta sjell shumë të papritura, aq më tepër jeta e përditshme politike dhe shoqërore ka të papriturat e veta, ti je duke menduar për një program të saktuar dhe përballesh me një pandemi, pandemia është ekstremi, tërmeti është ekstremi, goditjet që i vinë çmimeve të energjisë apo të naftës njëherë nga një agresion lindjet e Europës, njëherë nga një luftë në lindjen e mesme janë gjëra që janë jashtë mundësive tona për t'i parashikuar, janë jashtë vullnetit ton për t'i nisur apo për t'i ndaluar, por të gjitha këto sjellin impakt në jetën e përditshme dhe sjellin impakt në mënyrën si planifikojmë gjërat.